Dhe në fund thot, të mos dish, edhe pse e ke bo atë namaz, mos i thuj ku del në rrugë dikuj, unë e fala namazin ti mete pa namaz. Ti s'ki shpërblim, unë kam shpërblim, po duhet me mendu gjithmonë, mos ndoshta, a ma ka pranu Allahu këtë namaz? As ma ka pranu Allahu këtë namaz? A do të na pranoj Allahu gjymon, apo nuk do të na pranoj Allahu gjymon? Mos dalim ndoshta me vepra bosh, edhe pse kemi bo mund, kemi bo gusëll, kemi arë në xhami herët, kemi ndëgju këshill, hutbe, e kursi, kemi bo të gjitha punët që e kënaqin Zotin, po ndoshta Allahu nuk është razi me ato që i kemi bo na, sepse kemi dështu diku. Kemi dështu diku. Allahu na rujt nga dështimet tona. Pra vëllezër të nderuam, ky është namazi i cili të ngrit në qiell. Ky është namazi i cili e shndron apo i shndrohet në miraj muslimanit.